Të nderuar të shikues, jemi rikthyer tani në pjesën e dytë, siç e kemi zakon që kemi pjesën e parë, pastaj të dytën. Zoti Agronshea është bashkuar në këtë pjesë, edhe është i ftuar në ne, domethënë sigurisht, për të kuptuar dhe qartësuar ndonjë gjë më shumë, jo vetëm për partinë tënde, që ne kemi folur vazhdimisht këtu për mundësinë Agron, por edhe për zhvillimet e fundit, sidomos për kandidatin për kryetar bashkie të Tiranës nga radhët e opozitës. Pra e thamë, faleminderit, në neve sot, Zoti Andi Tela shtohet dhe dy kolegët e tjerë, Antona Bilekaj dhe Ergjys Mërti, Imre Matela, faleminderit. Tani, çfarë ka ndodhur tani? Ka ndodhur që Erion Velia, siç pritej, Agron, sot ka kundërshtuar shkarkimin nga Edi Rama në gjykatën kushtetuese. Edhe pritej kjo, po kishte shumë zera se këtu tani tash e themi është një gjë shumë e rëndësishme. Në vendin ku jetojmë ne, pa tash e them nuk jetohet njëherë. Agron. Je pjetën njeriu vritet, ikën kot për lesh, pa tash e them. Do ketë tash e them patjetër. Dhe ishte tash e themi që Agroni. Që Agroni. Më fal. Erioni. Kryetari i bashkisë. Veliu i themun. Veliu. Do t'jepte, nuk do të bënte ankimim, Që të kishte dhe kishte organizuar Edi Rama që ta lironte. Do liroj me gjykata përkatëse, por ky në këmbim nuk do të bënte ankimim, ai e beri. Tani, Kishi kjo e thposhtet. si e shihni ju këtë dhe pse ka vendosur Velia të luftoj me Edi Rama, thua ti? Ka vendosur të luftoj apo pse kanë vendosur? Si mendon tani ti politikani i ri quhesh te kjo pjesa këte, por i rraur me vaj me uthull. Tani kemi disa kohë, dhe si e mendon ti tani këtë gjë? Ti do të dish nga unë tani pse Erion Veliaj nuk ka ankimuar vendim. Por e duke sikur po hyn në luftë me Edi Ramën, a është e vërtet kjo? Po shiko. Në këndvështrimin tim, me që po flasim për thashe theme. Jo, nuk po bëjmë thashe them tani. Apo hyn në luftë, mendon ti? Po tani, më fakt, unë mund të them që Erion Veliaj akuzohet për korrupsion, që ka vjedhur parat të qytetarëve shqiptarë. Këtë mund të them se janë faktet. E ke thënë vazhdimisht. Është në akuzë për korrupsion nga Spaku, duhet kishte dhënë dorëheqje prej kohësh, duhet ishte shkarkuar prej kohësh. Dakor, këto janë mendimet e mia në bazë të fakteve. Kjo ndodh në çdo vend të botës demokratike, vetëm në Shqipëri nuk ndodh që një kryetar bashkie kapet duke vjedhur, akuzohet për korrupsion nga Spaku dhe qëndron kryetar bashkie për 8 muaj sa u bë. Derisa unë për këtë mund të flas se qa marrëveshje ka midis Erion Veliaj dhe Edi Ramës. Unë nuk mund ta di. Flasim për gjërat që dim. Nuk e di qa marrëveshje mund të kem, po dim një gjë. Që çdo gjë që ka bërë, çdo gjë që ka bërë Erion Veliaj e ka bërë me dijenin e Edi Ramës dhe në shërbim të Edi Ramës. Kjo është fakt, se nuk guxon askush të pushtoj Bashkinë e Tiranës, kanë arrestuar pothuajse të gjithë drejtorat e bashkisë, kanë arrestuar Erion Veliajin, janë të akuzuar për korrupsion dhe nuk na di ka gjë kryeministri. Pyetja që unë do doja që ne të bënim e diskutonim këtu është që Erion Veliaj duhet dilte para drejtësisë, kishte asnjë diskutim. Dhe shqyqyr që ka dalë para drejtësisë. Por pyetja është, pse Erion Veliaj është në burg dhe Edi Rama? Unë jam dakord me gjitha. Fal një sekond. Gabim është që nuk të thit atë e ty që t'ja thoshe bushatit. Se Erion Veliaj është në burg, kryetari i bashkisë së Shkodrës, i cili ka dalë në përgjime, i thot 500, nuk është. 200, është zyrën e tij. Pse ai është në burg dhe Gjaçka është në parlament? Si përshtatet ai ka lënë mjekër e ke parti. Më fal një sekondë, lëre tani Ka lënë mjekër si Më kupton, kjo është ajo që po diskutojmë tani. Diskutojmë jo po çfarë marrëveshje ka, po. Tani do të mua ta drejtoj këtë, se era herës ke marrë iniciativën. Era herës, unë mënyra se si e ndërtoj. Minutë, mënyra si e ndërtojmë këtë emision është ime. Jo, unë të thash. Dhe ti më le të drejtën që të them. Unë kam dyshime tani, pasi Erion Veliaj shkoj në gjykatë tani, kam dyshime që ai ka dalë përpara Edi Ramës. I ka dalë kundër? Po, besoj unë. Inshallah që është kështu, po inshallah i del më shumë. Ti si e mendon? Si e mendon ti se ti je politikan tani dhe si politikan thres unë?
Jo për të thënë prova, se kisha pjesën e parë gazetarë që... Jo, unë I politikë... sjellin prova gjëra. Kjo do të thotë që unë do flas në ajër, me qanë politikanë. Jo, që e mendon, mo? A mund të dalë kundër, ka arsye të dalë, s'ka arsye të dalë. Urojmë të dali kundër dhe jo vetëm duke ankimuar vendimin e qeverisë. Duke sikur do të luftoj me dramë. Duke treguar se si kanë vjedhur bashkë. Unë pyeta... Mos harrojmë që Erion Veliaj ishte krau i djathtë i Edi Ramës, numri 2 i majorancës, nuk ishte askushi. Kështu që sigurisht di shumë gjëra, inshallah. Tani që ndodh me zgjedhjet e Tiranës, unë pyeta avokatin dhe nuk e thira se do të mbetej pak minuta në kohë shumë shkurtër, duke na folur ne dhe pak a shumë që avokati do t'i Eugen Beci mendonte që jo mendonte, po pas këtij ankimimit që ka bërë Veliaj, fare thjesht gjykata e pezullon zgjedhjet. Por ndërkohë gjykata i stopon për një kohë derisa të gjykimi. Por ndërkohë gjykata mund të bëjë një veprim tjetër, ja kaloj gjykatës administrative, gjykata kushtetuese. Mund të ndodhë edhe kështu. Beci më tha mua. Si do të re? Ja kalon për gjykim, shkon një në gjykatë administrative. Çështja është ankimuar në gjykatë kushtetuese. Por ajo që të ka thënë Beci është që gjykata kushtetuese mundet të shpallë mos kompetencën e saj për këtë çështje. Pra të thotë që Erion Veliaj është karkuar në bazë të nenit 62 të ligjit për pushtetin vendor, kështu që kjo është një çështje administrative, ai të shkojë ankohet në gjykatë administrative dhe vjen proces. Tani unë pyeta Anton. Që tani pyeta avokatin. Veliaj vet, avokatët e tij e kanë bërë ankimin në bazë të kushtetutës, të nenit 62. Kërkesa. Po pra, kërkesa që kushtetuese se ka vetëm gjykata lartë mund të Ai nuk ka takon ligjin. Kërkesa do ta takon te ligji. Po avokatët e Veliajt janë drejtuar gjykatës kushtetuese. Nëse ta lëm të edhe radhën tjetër thresim avokatin. Po ta takon dhe është thjesht logjika. Logika është thjesht. Unë pyeta 3 mujore në i merë parë syë, tash me vete mos po model kjo problema të... Por ai atakoi ligjin në vazhdim të kushtetues. Edhe pyet avokatin. Avokati ka shkuar në një pikë më tjetër, thotë, gjykata kushtetuese mundet që për të shpëtuar gjithë... Ka një mundësi do të thotë që gjykata kushtetuese thotë, por... Bën dot se kushtetuta... Ka një mundësi të tillë për pas të nenit. Pa dier bësh shkelje kushtetuese ka treguar që mund të bëj çfarë të doj. Se na një kot flasim tani, aty do bëhet çfarë thotë Tirana, ju thoni. Ka mos kompetencë shkelje. Para çaj kërkoni Tirana. Pak a shumë tani aty do bëhet çfarë thotë Tirana dhe ti Anton Arruati çfarë bëri gjykata kushtetuese me kërkesën për mandatin e Xhaçkës? Tha jo, tha, do ta shojë parlamentin. Tani unë dua një përgjigje që të përbëjë për zotin Sheaj kam një pyetje dhe duaj një përgjigje që të përbëj dhe një farë lajmi. Do lajm. Po të duash mo, që ti edhe i jep në një lajm, po të duash edhe nuk e jep. A do të marrë pjesë partia juaj në zgjedhje, ju vetë keni interes të kandidonin Tiranë, sikur e kam vënë rekje, sikur ke qef. Nuk e di, bisë më kënë ndjekur. Pse ta them këtë gjë? Sepse unë kam disa muaj që kam thënë që opozita dhe sot e thënë. Do zgjidh kandidat, po opozita mund të thotë për ty më. Më falni sekond. Kam thënë që opozita nëse do të fitoj zgjedhjet kundër Edi Ramës në Bashkinë e Tiranës, duhet të dalë me një kandidat jashtë partive politike. Jashtë partive politike. Jashtë partive politike. Kjo është ajo që unë kam propozuar, sepse vetëm në këtë mënyrë, vetëm në këtë mënyrë, ne mund të kemi shanse që të fitojmë zgjedhjet jashtë të gjitha partive apo jashtë të gjitha partive politike. Tani nuk del. Të thirrën ty dhe të thanë Agron do kandidosh ti. Po pse jashtë gjitha partive? Pse? Se jo nga partitë e vogla. Ta shpjegoj pse. Sepse nëse ne shikojmë se ku jemi, para 4 muajsh kemi patur zgjedhje. Dakor? Partia Socialiste ka marrë 49% votave. PSD-ja ka marrë 2-3%, flasim vetëm për Bashkinë e Tiranës. Dakor? Tani pas 4 muaj, sikur ne të bëjmë bashkë të gjitha votat e partive politike, ne nuk e mundim dot Ramën. Dakor? Sa 49, ju keni 50. Kemi 49 ka dhe PSD, PSD-ja është majorancë, nuk e di nëse ka ardhur lajmi këtu. Jo, dakor, po nëse dim ku shkon PSD. Po PSD-ja është majorancë ku të shkojë, është çfarë do vej kundër, do dalë kundër Ramës? Tani si dihet? Duke, po dakor, si dihet. Tani do flasim për, po mirë, si dihet nëse do jemi këtu as do jemi këtu. Po çfarë shkruar PSD, pikërisht për tani çështja është që duke marrë vetëm votat e partive politike, ne nuk ja dalim dot. Do të marrim vota për te partive politike.
kemi provuar me partinë e madhe opozitare, më të madhe opozitare, e ka provuar në këto 12 ditë e fundit, dhe gjithmonë, kur ka dalë me kandidatin e partisë demokratike, nuk ka arritur të fitoj. Është një mënyrë që përdoret në perëndim. Ne mendojmë që kjo është e vetmja mënyrë, dhe nuk është kusht që vendos unë, nuk është e kushti, se unë jam as kusht për të vendosur kushte. Dakord, se me 6% që kemi marrë në Bashkinë e Tiranës, është e qartë që nuk mund të vendosim kushte, por është e vetmja mënyrë, dhe është kusht që na vën votuesit, është e vetmja mënyrë që ne të kemi ndonjë shans për të fituar zgjedhjen në Tiranë. Unë këtë mendoj. Unë dakord me ty, por duke thënë këtë juve, një farë mënyre i përcjellni idenë sigur ne nuk kemi, pra ne nuk prodhojmë dot elektorat. Unë besoj që ju mund të prodhoni elektorat. Pra ne të rinjt. Për shembull, ideja ime është, pse ju nuk nxirrni ju të gjithë partitë e reja, nxirrni një kandidat përbashkët, nuk ka rëndësi se kush është, dhe t'i impononi Partisë Demokratike, t'i thoni, mbështet këtë dhe ky është kandidati i cili mund të maksimalizojë më shumë votën për të djathtë. Pra domethënë, Partia Demokratike më thotë, unë kam marrë 32% votave. Jo, po dakord. Ju që na vendosin kushtin që të dali kandidati i Partisë Mundësia. Po pra, ti ke marrë 32%, po aty 32% që ti lëngun nëse nuk mundot Ramën. Po pse nuk mund të zgjedhim? Prandaj juve, sepse Partia Demokratike mund të thotë, më fal, pse do i bëjmë të nderën e Partisë Mundësia që të zgjedhim një kandidat? Sepse Partia Demokratike pretendon. Më fal, ishte retorike. Jo, e kuptoj. Çështja është që kur ke mundësi të nxjerrësh një kandidat që nuk është e asnjë partie politike, pse të futemi në sherrin jo imi, jo yti? Se ne këtë po i themi Partisë Demokratike, nuk mund të vazhdosh me kokën tënde. Tani thua, jo, mos vazhdo me kokën tënde, por me kokën time. Ta shtjellojnë idenë time, pastaj mund ta rrëzosh, nuk është. Po. Domethënë, unë dua të them këtë që Partia Demokratike ka 32% votit. Domethënë aq pak a shumë Tiranë, nuk e di sa morën në Tiranë këto zgjedhje. Që janë të pameftueshme as për t'u afruar që ta rrëzoj Ramën. Biles mendoj që do dalë edhe më keq, sepse gjithë pesimizmi i krijuar nga 11 maj do prodhojë rezultate më të keq. Tani në këto kushte, ti po kandidon për rrëzuar Ramën. Ti s'të kandidon për të qenë i dyti, se s'ka kuptim. Dhe në këto kushte, Partisë Demokratike duhet se s'bën votat e tjerëve, që ajo të prodhojë një forcë e cila mund të konkurrojë me Ramën. Pra pa ju ajo s'bën dot. Nga ana tjetër ka një gjë, shqiptarët mendojnë, një pjesë e duan Partinë Demokratike dhe çdo që ndodhi të votojnë PD-n. Dhe këto mund të jenë më shumë se gjithë ju tjerët. Por ama ka një pjesë tjetër që thotë, po që Berisha aty ne s'japim kurrë votën PD-s. Dhe kjo prap nuk është e vogël, është shumë e madhe. Atëherë, mënyra më logjikshme do ishte që ju të bëni një propozim që ne po bjem bashkë në të vegjël gjithë për një kandidaturë që e mbështesim të gjithë, dhe ti, nëse ke seriozisht luftën kundër Ramës, hajde mbështet kandidatin ton. Sepse ndryshe ti vetë fiton dot kurrë. Atëherë hajde bëjmë gjithë bashkë dhe ta drejtojmë ne këtë punë dhe ti na mbështet. Sepse këtu nuk bëhet fjalë më për parlament, këtu bëhet fjalë për një kandidaturë, o rrezon ose rrezon. Kjo është logjika mendoj. Tani ne vlerësoj propozimin tënd. Jo, ideja është vërtet po, tani flasim mirë për propozimin ton. Dhe pastaj nëse ti gjen ndonjë gjë që të pëlqen, jo, po them, shikoj, pse rrezoni u këtë mundësi? Po këtë rrezoj tani, unë jam këtu për të thënë propozimin e Partisë Mundësia. Po jo, i pa dëgjuar fare, dhe pa kritikuar. Hajde këtë propozim. Hajde diskutojmë. Tani çështja është, se di pse. Unë mendoj, për të ta mbaroj. Tani unë mendoj që është më logjikshme që Partia Demokratike, televizi, nga një qendrim ku thot dua kandidatin tim, o timin, o Rashef Disha, tek një kandidat i askujt se sa të kaloj, ti thua tani të bëj një hap akoma. Nuk e bën dot ajo, pse nuk e bën? Ne kandidati i askujt më shumë aksioner do ajo. Mbështesi kandidatin e Partisë Mundësia se sa të kaloj nga kandidati vet te kandidati i Partisë Mundësia, se sa nga kandidati vet te kandidati PD-ja ka një gjë, PD-ja di këto zgjedhje i ka patate nxehta. Sepse ajo e di që si fiton dot, problemi është që ajo druhet se do dalë në rezultat dramatik fare, do dalë shumë keq. Dhe kjo do ta demoralizojë komplet. Atëherë asaj do i duhet se s'bën që të bashkëpunojmë me ju. Ta shpjegoj. Pra, do të thënë keni shansin e art. Ne kemi bërë një propozim. Ne kemi bërë një propozim që PD-ja si fillim të dalë të thotë që po, jemi dakord këtë radhë, do të nxjerrim një kandidat që nuk është vin nga radhët e Partisë Demokratike. Dakord, presim mirë këtë të pranojnë këtë njëherë, që është më lehtësisht e pranuar. PD-ja nuk e pranon këtë. Po shkoj për te kësaj. Hajde flasim. Që të shkojmë te kjo pika, se ju keni qenë ngushtë që e keni propozuar këtë idenë edhe vazhdon, po përgjigje s'ka nga ana tjetër. Po. Tani pyetja është, Partia Mundësia që u drejtoni, do hyjë në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës apo jo? Tani ne nuk të po flasim. Këtë po e pyesim. Po, t'ja përgjigje.
Nuk do Partia Demokratike për një kandidat të pavarur. Një sekund. Që të mos jetë me asnjë. Nuk do. Po themi. Atëherë, ka pak ditë që Partia Demokratike ka pranuar të fillojë të flasi për... Jo, Partia Mundësia do hyjë në zgjedhje... Por ta mbaroj një sekond të ta them, ta shpjegoj. Tani, ne si parti, po kërkojmë të japim një zgjidhje, thjesht do futemi, s'do futemi. Se kemi shumë të thjeshtë të themi do futemi. Ne nuk i shmangemi garave, unë kam dalë vetëm pa asnjë kundër Lulzim Bashës, ndërkohë që ishin të gjithë me Lulzim Bashën. Po pra, apo Okej, në këtë rast pra. Vetëm. Në këtë rast. Më fal një sekondë ta mbaroj, kështu që ne nuk i shmangemi. Ne dolëm nga Partia Demokratike, krijuam një parti politike, të gjithë ato na bënin me gisht, thoshin, ata do lini nam, nuk do votojnë njëri. Dakor? Dhe ja që jemi me dy, nuk shpresojnë të bëni më shumë, po jemi partia e tretë në Bashkinë e Tiranës. Tani, çështja është, ne jemi këtu për të propozuar një zgjidhje. Është të vendosim, do im apo s'do im, është me thjesht mund të bëjmë. Po, ky është një propozim pra që po bëni për të tërë. Ju vetë si parti. Ta mbaroj një sekond. Unë po them cila është zgjidhja për të futur në garë dhe për të fituar. Tani, ne do punojmë nga sot deri kur të merret vendimi që kjo gjë të ndodhë. Në momentin që do bindemi, do marrë një përgjigje, për ta mbaroj më prisëm sa të pa duruar që jeni. E si bën ju, kur kryon partinë e gazetarja si në mbaron të thoshtë, pse po e bën se... Tani s'do ti të vazhdojsh më duket mua. Ti shmangesh përgjigjesh. Po nuk po shmange, po të shpjegoj, se është gjë, po të shpjegoj, po unë tani ti bën pyetje unë ja përgjigjen. Po lejo të shpjegoj, çfarë do ti të dish? Po do futemi. Do hyni. Okej. Kjo pra Partia Mundësia do hyni. Do mbledhim tani në këtë moment. Po diskutojmë këtë opcion. Në momenti që do jemi përballë faktit që kjo gjë nuk pranohet, do mblidhemi, po normal se jemi parti politike, do mblidhemi dhe ka shumë gjasa, më fal, ka shumë gjasa të futemi, se ne kemi një projekt politik afatgjatë. Që ju të hyni në zgjedhje, do hyni për të fituar zgjedhjet apo jo? Nuk do hyni për të marrë pjesë. Se në garë nuk hyet thjesht për të marrë pjesë, hyet për të fituar. Por ju i dini mundësitë e juaja, pra që janë të 6%. Pra nuk ka shanse kur që Partia Mundësia të hynë zgjedhje për të fituar. Fatmir Mehmeti ju ka 30 vjet që hynë për të fituar. Hynë koalicion, nuk hynë vetëm. Dhe çështja është, dhe ka fituar. Ati 32%. Ka fituar se bashkohet. O do heqësh ca vota, po nuk do t'i shtosh. Bashkohet. Po ka fituar 32% që është më i madhin në opozitë. Më thuaj ku do të dalë se s'po të marrë vesh pyetjen. Më bëj pyetjen t'ja përgjigjen se A do hyni në zgjedhje? Do keni një kandidat tuaj për në zgjedhje? Ne sot po përpiqemi që opozita të dali me një kandidat që mund të fitoj. Kemi të muaj që të gjemë këtë, nuk ka përgjigje. Të lutem. Nuk ka akoma një përgjigje përfundimtare. Dakor? Nëse strategjia e Partisë Demokratike është që të bëj sikur konsultohet dhe sikur kërkon të japi një zgjidhje dhe do të na vendosi para faktit të kryer, që po deshët, mirë, po s'deshët, ju me 6% nuk bëni dot gjë, ne qartësisht do futemi në zgjedhje. Sepse përgjegjësia ne jemi këtu për t'i dhënë një zgjidhje. Nuk kemi për të futur në zgjedhje sa për të thënë që ja u futëm. Pra, do bëni një të gjë që po bën Arlind Çori. Pra ai ka thënë që ne do hyjmë zgjedhje vetëm, nuk bashkohemi me asnjë. Do hyjmë vetëm, do kemi një kandidat tonin. Po e pesi e përktheu Flamuri. Unë jam këtu duke sikur me të majtën ekstreme s'kemi punë. Unë jam këtu për ta vetë ftuan një, pastaj e përzun. Unë jam këtu për të përpjekur. Kjo gjë mos të ndodhë. Shumë e mirë. Që mos të ndodhë. Dakor. Ti nuk e di se si do të interpretoj si duash. Unë po them që jam këtu, po përpiqem që kjo gjë mos të ndodhë. Mirë, ju do hyni në zgjedhje, ju do hynit në zgjedhje. Nuk është e pamundur. Ti thua do të hynit, ju do të hynit zoti Sheaj. Në një emision tjetër Kastile pastaj. Zoti Sheaj, ju do të hynit në zgjedhje nëse opozita e Sali Berishës dhe pastaj opozita e tjera do të merrin vendim. Po do më lësh ta bëj pyetjen. Ju do hyni. Po kam pyetje pra. Ne do mbledhim. Kam pyetje tjetër. E kuptova, po jo mos e bëj. Po ma dëgjoj pra. Se merr fakt të kryer këtë, ne do diskutojmë çfarë qëndrimi do mbajmë kur të marrim një përgjigje nga Partia Demokratike në lidhje. Nëse Partia Demokratike thotë që do zgjedhim një kandidat të pavarur, jashtë partive, ju do të shkoni në zgjedhje, sepse ju e keni bërë këtë propozim. Ju shkoni në këtë rast. Nëse propozimi juaj merret parasysh nga si rregull partitë politike hyjnë në zgjedhje, si rregull. Në rregull pra. Okej. Tani. Partitë politike hyjnë në zgjedhje. Në opozitën më, në zgjedhje. Partitë politike si rregull hyjnë në zgjedhje. Pastaj jo po ti po thua gjëra të politiçi tani. Urdhë? Ti po thuhet kuaj të ushqen me tërshërë, po thuhet volga dherën detin nga spik. Po çat them? Po zotri, po them gjë tjetër. Po ç'a po them? Nëse propozimi juaj konsiderohet nga Partia Demokratike dhe zgjidhet një kandidat i pavarur, ju do bashkoheni me opozitën dhe do shkoni normalisht.
Ne do bashkohemi. Unë kam dëgjuar që kandidat e Partisë Demokratike pa diskutim do t'jetë nga Partia Demokratike dhe kjo do t'jetë një zonjë shumë e nderuar e Hilda Xhulali. Në këtë rast, ka zëra për shembull nga këto partitë e tjera të vogla që më tha njëri mua, a kjo është shumë e saktë, që do t'jetë ajo zgjidhet me njëherë, tha se edhe me këtë mlefin që kanë këta, se zgjidhet Hilda Xhulali, sepse ajo edhe pa u bërë zgjedhje do thotë mi votën. Tha njëri me cinizëm. Por në qoftë se është Hilda Xhulali, ju do shkoni, mund t'i bashkoheni opozitës? Një emër konkret po them unë tani. Atëherë, ne jemi akoma në fazën e diskutimeve se si do hyjmë në zgjedhje. Do hyjmë në zgjedhje me një kandidat jashtë partive politike, apo të një parti politike. Por e kjo është një zonjë respektuar. O, ju i tani të lutem, unë po them ku jemi, ti më thua mua atje. A mund të jeni afër një kandidati politik? Ne jemi duke u marrë me diçka ti thua agron, po nuk u doli kjo çfarë do bësh pastaj. Ne jemi akoma duke përpjekur që të nxjerrim një kandidat jo politik, që të ketë mundësi që të marrë një rezultat ndryshe nga çka kanë marrë në 12 vitet e fundit. Po unë s'kam të drejtë të bëj pyetje tani. Jo, bëj, unë thjesht po të them që ne jemi faza është. Thuaj nuk e konsideroj këtë pyetje zot. Ne kemi mbajtur një qëndrim parimor. Dakor, ashtu si përjashtova veten time, përjashtoj këdo që është antar i një partie politike. Kam 2 muaj që them, ti më bën një pyetje tani, se çfarë të them unë tani, kundërshtoj veten time, të them njëherë them që duhet të jetë kandidat jashtë partive politike, tani them po, kurse për këtë emër po. Cili është identikiti i kandidatit sipas? Identikiti, tani ta them unë, është shumë e thjeshtë. Me shkruan njëri që sapo kanë hedhur në erë me dinamit makinën e administratorit fushkrujës dhe filloi fushata, thot. Pse edhe në fushkruj ka zgjidhje? Të di, jo. Tani, po një... cila është... Se kuptova, ma shkruaj dhe njërë, se pas zgjedhja që fushate filloi, apo fushate e bombardime. I qytetarë të Tiranës, të respektuar, që kanë patur një sukses të caktuar në punën e tyre, nuk është e thënë në biznes, që janë të gatshëm, janë të papërlyer, të pakapur, janë të gatshëm, vetëm ta mbaroj një sekond, t'i lëm punët e tyre dhe të vijnë në shërbim të qytetarëve të Tiranës. Dakor? Ka një bindje të përgjithshme që duhet jetë politik sepse nuk ka, nuk pranon njeri, nuk ka, nuk bëjnë. Rasti në fjalë që thash unë, një zonjë nderuar. Ta mbaroj një sekondë, të mbaroj një fjalë. Mund të jepi votë kësaj, pse ç'a? Urdhëro. Ka. Ne kemi të paktën 2 që mund të pranojnë, nëse do mbështeten nga e gjithë opozita. Njëri është një intelektual i vlerësuar në Tiranë, një tjetër është një administrator po ashtu shumë i zoti, dhe të 2 këta, emrat unë mund t'i them në momentin që kemi okej nga Partia Demokratike që është e gatshme t'i marrë t'i shqyrtoj, dhe unë ju garantoj që janë njerëz me integritet që bëjnë një kontrast të jashtëzakonshëm. Më falë, nuk janë të partisë mundësia. Janë qytetarë, nuk janë... Dakor? Jam i bindur që këta kanë shumë mundësi që të fitojnë, dhe janë të gatshëm. Nëse bijem dakord, janë të gatshëm të futen. Këtë mund të bëjmë, tani ne mund të zgjedhim midis figurave të tilla dhe jam në pak kohë. Kemi identifikuar, të lutem. Në pak kohë kemi ka të tjerë. Nuk është e vërtet që jashtë politikës nuk ka njerëz të aftë të Zotit që duan të futen dhe të sakrifikojnë. Problemi është përkundrazi, ka shumë jashtë se që janë brenda. Kështu që kjo ideja që duam... Koha është shumë e shkurtër. Pra, një sado personalitet jetë në Tiranë, koha është shumë e shkurtër që elektorati, publiku, ta njohë personin dhe të lidhet me të dhe vendos ta votoj apo jo. Pra, koha fizike nuk premton që ne të gjejmë një njeri që nuk e nje shumica, se personazhet të tjerë, përsa i takon, koha e shkurtër na detyron të zgjedhim figura shumë të nderuara. Sepse koha është e shkurtër, duhet një kandidat shumë të mirë. Dhe këta që unë po them janë shumë të mirë. Mund të ketë të tjerë, po këta janë shumë të mirë. Një. Shumë të mirë. Tani, unë po them, këndvështrimin tim janë shumë në krahasim, shumë të mirë do thotë që kanë treguar që nuk janë njerëz të punës. Dakor, të respektuar, të papërlyer dhe me integritet.
Një, dhe kështu që kjo koha na detyron të zgjedhim njerëz të shumë të mirë. Dhe dyta, unë kam muaj që kam propozuar. Nuk është se tani këta e lëmë për moment fundit, thotë hajde bëjmë lëmshne tani se tani agron. S'kemi kohë. Ka më kohë. Të ishin kujtuar kur kishte kohë. Nuk e kam unë përgjegjësinë. Kam muaj që kam thënë, ore shiko, çështja është ashtu. Për ne, si Parti Mundësia, fakti që jemi futur kësaj gjëje ka një kosto. Por nëse po e bëjmë sepse në zgjedhjet e ardhshme të Tiranës, nëse bëjmë të njëjtin gjë që opozita ka bërë në këto 12 vjet, do korrim të njëjtin rezultat, nuk ka asnjë dyshim. Këta dy personat që u thatë, domethënë mund të jenë kandidatet e Partisë Mundësia nëse nuk do realizohet ky pakti. Pra kur Partia Mundësia të hyjë në zgjedhje me kandidatin e saj Jo, këta janë kandidatë që unë mendoj se nëse opozita do bashkohet dhe do thotë jemi dakord që të mbështesim një kandidat jashtë partive politike, një kandidat të pavarur, unë jam i bindur që do pranonin. Po, por nëse do propozoheshin vetëm për Parti Mundësia? Dgjoj, po flasim për nuk është e lehtë që dikush të lëj punët e veta, aq më tepër nëse ka një profil të caktuar, për të hyrë kandidat me një parti politike që ka 6% votave. Dakor, kështu që unë nuk e përjashtoj, uroj që ata të pranojnë, të jenë aq larg pamës sa të pranojnë, por nuk do çuditesh apo do më thoni shko agron se ne jemi të gatshëm për këtë, po jo për këtë. Është zgjedhja e tyre se po. Shiko, un kam një kështu. Domethënë ju thoni që ne ofrojmë një ide që duhet të jetë një dikush pra jo partijak dhe konsensual. Por kush po e negocion këtë? Ose kujt ja lini ju që ta bëj këtë negociat? Se me sa shoh unë ju e keni lënë PD si ta bëj këtë negociat. Dhe nuk e keni marrë ju një rol aktiv themi që ta bëni ju negociatën me të gjithë partitë dhe të impononi ju opozitës shqiptare. Kjo mua s'më bën ses në dy aspekte, sepse e para njëherë mendoj që nëse është opozita, pra PD ajo që e kandidon një figurë, kjo do prodhojë një efekt problematik sepse shumë njerëz, siç e thash, të cilët nuk pranojnë të votojnë më Sali Berishën dhe duke menduar që kandidati i zgjedhur nga Berisha është si zgjedhësh Berishën, nuk do dalin ta votojnë, pra kjo do ta cënojë efektin elektoral të kandidatit në zgjedhje. Plus nga ana tjetër, ju duke i dhënë PD-s rol dominues dhe rol atëror apo rol ombrell në këtë lloj negociate, ju bën juve të jeni pjesë e një themi grupimi kundër të cilit ju keni dalë, sepse ju keni dalë nga ajo parti sepse nuk keni shpresuar më që ajo parti do bëj, pra është e dejmë për të ecur përpara dhe ju keni dalë me idenë që ju do prodhoni një sistem tjetër. Pra mos duket një farë mënyrë se kjo do ju të bëjë ju të jeni pjesë e këtij sistemi të cilit ju e keni denoncuar, duke qenë pjesë e kësaj. Pra, për ta, se ndoshta era shumë gjatë pyetjes, po domethënë pse nuk zgjidhni rolin që t'i impononi ju sistemit, por zgjidhni rolin që ju i nështroni sistemin këtë mes. Pra ju prisni që sistemet ju përfshirë. Ne kemi dashur të jemi gjithmonë me këmbë në tokë. Kemi zgjedhur të jemi me këmbë. Edhe kjo është gjë shumë e mirë. Tani ne mund mos jemi dakord me Partitë Demokratike, me drejtuesit e Partisë Demokratike, por nuk kemi aq të verbër sa mos të shohim që Partia Demokratike është partia më e madhe opozitare, me një diferencë shumë të madhe nga ne që jemi të dytët pas Partisë Demokratike me 6% votave në Bashkinë e Tiranës. Ata kanë mbi 30%, ne kemi 6%. Më falni një sekond, vetëm ta mbaroj. Është fakt që Partia Demokratike... Fakt dhe tjetri, që kjo parti nuk e mund do të kurrë atë. Po, prandaj po them... Dhe është dhe një fakt tjetër që juve... Prandaj po them që duhet që të kemi një kandidat që nuk vinë nga radhët e Partisë Demokratike, pavarësisht se është partia më e madhe opozitare. Dhe prandaj them që ne nuk duhet të kemi frikën, unë e kuptoj që ne rrezikojmë që të na thonë të dukemi sikur... Pra ju jeni bëni zgjatimi i PD-s. Më mirë, e kuptoj që në një kush dashakeqës mund ta interpretojë në këtë mënyrë. Nuk kam asnjë siklet. E lë këtë shije vetëm. Po nuk, më mirë dakord, po mund të lë këtë shije, mund të shien edhe e propozimit të një zgjidhje. Jo thjesht të thuash unë jam këtu, do bëj këtë timen, ju po deshët mirë, po s'deshët, unë do marr përqindjen time. Dakord, unë po them, ne po japim një zgjidhje. Nuk po themi... Ndoshta Agroni ka drejt për një... Ne po japim një zgjidhje, më fal. Unë po them, ka partitë të tjera politike, për shembull, këtë merak të madh, unë jam i bindur që ka Qori, për shembull, se thotë jo, po prit se unë mendoj që dhe për atë, dhe atij duhet
zgjatur dora, të gjithëve, dhe askush nuk dihet nëse jemi dakord. Më falni një sekond. Nëse duam që të japim Bashkisë Tiranës, pse ka të drejtë mendoj unë nëse Agroni? do të japim Tiranës një kryetar bashkie jo të korruptuar, si janë ata që ka vendosur të japi Partia Socialiste me Manash Seldiun, ne duhet të shkojmë për tej Se do ta ndihmonte Themunë, marrim dikë që është i pavarur, nuk është kandidati i askujt, dhe e mbështesim. Reshtohem te Sepse mbështesim personin, jo parti politike. Reshtohem me Agronin, jam te kjo ide, sepse kemi vënë re një gjë që kemi thënë vazhdimisht në studio. Njerëz shumë të rëndësishëm në Partisë Demokratike nuk pranojnë të kandidojnë, sepse llogaritin humbjen të qartë. Sigurisht. Apo jo? Po, patjetër. Ali Mehmeti, Pragmatike kjo gjë. Tabaku, të cilat janë kandidat, Tabaku është një kandidat potencial, ajo mori votat konsiderueshëm. Por aty për shkak që edhe luftoi aty forte të gjitha dhe i mori votat, edhe tani ka frikë që të vete të humbat dhe mundësia e humbjes është maksimale dhe përdorimi një kandidati të këtij lloji, ndoshta do të ishte një zgjidhje, tani Rumjen. se ç'mendon lart Zgjidhje për rumjen domo. Po, Ylli, po, Po dhe një zgjidhje për ç'është ashtu, është më mirë se sa të humb një njeri Tabaku të dorëzoj votat të mori. Këtë po them unë që PD-ja ka interes. Se i le Tabaku t'i marrë Ali Mehmeti thua ti. PD-ja ka interes, sepse unë mendoj që duke zgjedhur dikë që është jashtë sferës influencës PD-s, kjo do krijojë ide në një bashkimi dhe kjo Edhe vota mund të marrë një njeri do marrë vota më shumë. Domethënë në këtë drejtim është komplet në rregull ajo që thotë Agroni. Por problemi mendoni ju se cili nga ju tani që duhet bëj opozita? Po. Që ta mbaroj prap. Problemi tjetër është ky që nga ana tjetër jo mund ndodh, po e mundshme është që me gjithë këtë propozim që bën ti, mund po sfitoj. Pse nuk fiton? Sepse njerëzit do thonë që në fund fare ka zgjedhur Berisha dhe atë. Pavarur. Po për fitore atje tani thotë edhe po sfitoj orë. A kupton sepse çështja është që një përqindje vogël është ajo që e bën. Them diferencën. Nuk do bëjmë. Dhe çështja është si thrasësh këtë në. Ne nuk do ndryshojmë, do vazhdojmë të bëjmë një gabim sepse dhe mund të humbasim, këtë po mësuam aty. Po pra, mund të humbasim dhe Nuk do përpjekja ta ndryshojmë se mund të humbasim, po gara është garë. Po pra, mund të fitosh dhe mund të humbasësh. Po kjo do thotë se do të vazhdosh. Nuk është dramë se humbe. Për më tepër nëse humbe një rezultat dinjitoz, gjë e mirë është. Zakonisht në momente të tilla ku fitoria e zgjedhjeve të përgjithshme është maksimale dhe ku ka zgjedhje të pjesshme, qoftë përgjithshme pastaj dhe sidomos lokale, i fiton fituesi. Nuk ka ndodhur asnjëherë që zgjedhjet e pjesshme ti marrë opozita. Ti marrë opozita. Ne tani jemi realisht. Prandaj duhet të bëjmë diçka që nuk ka ndodhur. Dhe propozimi i zotit Shea është racional. Megjithatë asnjëherë nuk ka ndodhur që zgjedhjet pjesme të jenë. Temunë, se Tirana ndryshon nga. Si e mendon ti? Unë nuk ndryshoj sepse unë nuk jam dakord me këtë bisedë fare. Ti je dakord fare që të shkojnë në zgjedhje? Jemi të qartë. Jam dakord që opozita të hyjë në zgjedhje. Sepse kjo është opozita. Agron Shea ka thënë këtu që zgjedhjet ishin të papranueshme. PD-ja ka thënë që zgjedhjet ishin fars. Thonë që me Ramën nuk bën zgjedhje. Na japin rezultatin e zgjedhjeve lokale, nuk e diskutojmë, por të fundit të 11 majit, i cili ishte një rezultat që PSD bëjnë 50.5%. Dhe thonë pastaj do futemi për të mundur Ramën. Për si do mundesh Ramën? Kur Rama nuk bën zgjedhjet barabartë. Kjo është një pyetje kur arriti edhe brenda Bashkisë Tiranës me PSD-n të ketë kandidat. Kjo është një pyetje e rëndësishme. Është si do i japësh Ramës, një sekondë, se nuk ndryre. Si do i japësh Ramës ti alibin që bën zgjedhje? Prap. Sa po ka thënë që s'bën zgjedhje? Si mund të thotë kjo opozit na alibin ti? Se unë do i për vend dytë këtu. Dhe po arrita unë të kem rezultat mirë, jam i dyti prap, po jam më i mirë se Siça. Çfarë është kjo? Kjo është jesh opozit pasad. Jesh opozit për të thënë që Edi Rama është vërtet një autokrat, po këtu bën zgjedhje. Kjo është lloj demokracie, funksionon në një farë mënyrë. Jo, nuk funksionon zgjedhjet me Edi Ramën. Edi Rama e ka ndarë, ka hequr Erion Velin se nuk i bindej dhe ka vënë njëri tjetër diellën e mishëruar tek Ogerda se i bindet, kaq. Si do e Ai e di që do fitoj. I ka marrë masat që do fitoj, e ka mbyllur rezultatin. Këtë filmin e kemi parë një herë, e kemi parë të 2019 se kemi parë si ka ndodhur. Parë fare atë filmin. E kemi parë që nuk hym në garë dhe nuk e vret njëri mendjen që sym në garë. Para një që nuk e ke parë atë film, se këto janë zgjedhje të pjesshme dhe nuk kanë asnjë Mos marrim pjesë në zgjedhje kemi parë. Çfarë ka ndodhur? Është
që ai filmi u lanë mes nga Lulzim Basha. Sepse ti në qofse nisë filmin për rrugën radikale, do e qosh deri në fund. Nuk do ulesh me Damjanin të puthesh prap dhe të futesh zgjedhje. Dakor, Po e bojkotosh ato momente shumë A e të mira. provoj për doja rrugën radikale deri në fund? Jo, nuk. Ishin në momente Sa shumë të bombaruan mira zgjedhjet në ato. lokale, ndërpreu dhe protestat madje. Ishin në momente shumë të mira E në ato. bëri Ilir Metën të dyshonte që kjo lojë u bë një shkatron të rëzin. Dakor, pra dakor, por rezultati Pa. asaj Ka rezultati rezultat ajo, se u lanë mes. Nuk e di si mbaron ai film, se u ndërpre. ai E film- preu Shirin Basha, Na- e mbaroi. Kupton, ai- Ja, atë film nuk e pam dot. Në qoftë se ti nuk Filmin e... e radikalizmit, ne nuk e pam dot. Qofse ka një parti politike, e cila do të ndjek rrugën radikale, ta refuzoj këtë sistem që Edi Rama e kontrollon. Si do ta nga fillimi deri në fund çdo Si qeverisë. rrezohet më burr? Dhe të dalë nga sistemi, ta lë Ramën të përballet me qytetarët, Si do përballet? të jetë po me qytetarët. Rrien në vllaj qytetar, si? Me qytetarët, po në rregull. Çfarë do bëj? Po Ta- provuar. Po çfarë do bëj? Ngrihen qytetarët. Çfarë do bëj? Po marr rrogën, çfarë do bëj? Cila është Ngrihen qytetarët Me rrogën, dhe po bet pastaj. koalicioni tjerë. Mund të them diçka. Opozita ose do Në qoftë se Berisha nuk thotë, ja, në qoftë se Berisha Opozita thotë nuk kandidoj në Opozita ka vetëm një rrugë. 2026-ën, Urdhë? në qoftë se doktori thotë nuk kandidojnë në 2026-ën dhe ngrihet riformatohet, futen blidhen të gjithë njerëzit populli opozitar, do të rregullohen më, edhe në Ndoshta. Mirë, fajin prapë opozita e ka pra. Që Rama s'bën Nuk e zgjedhje. ka opozita, jo. Jo Mund pra, të them dy ai s'bën zgjedhje. Dy fjalë. Atëherë, Atëre këta duhet marrin pushkën. Pushkën pra, po Ha, e ta merr lën pushkën. Ramën Do për luftosh ballë njerëzve. Po nuk i vete Edhe njeri. pushkën do ta marrë. Po si vete njeri më. Kush do luftoj? Do dali Saliu Mali. Si vete më. Është shëruar pa pushkën. Po çfarë thua më? Kur pushtohesh me pushkën, shërohesh. Ore pushkën po këta, Tani se vete njeri me janë pushkën këto- nga këta janë nga njerëzit më të pasur pas Ramës. Rregull, kështu. Si vete me pushkë? Ose mund të themi dy fjalë, po. A që ti thua të bëjmë luftë civile një vend antar i NATO-s. Jo, një sekondë. Po më se nuk është atë. Tani unë s'tash marrë pushkën. Tani vetëm këtu dëgjojnë teoria të këtij llojit, ku thua, unë dëgjoj shpesh, për shembull, e fundit që dëgjova ishte pse futen ju në zgjedhje, i thoshte një përfaqësuesi do jo mua, po të opozitës të SPD-s, kur nëse thoni që nuk njihni zgjedhjet. Tani ne jemi në një autokraci, unë jam i bindur për të. Ne jemi në një autokraci ku Edi Rama kontrollon gjithçka. Dakor? Pse ti e përliq këtë autokrasi? Dhe kur ti jeton në një autokraci, thua aq mundësi sa ke, o burra ta shfrytëzoj sa më shumë. Nuk thua e di çka ke ti, meqenëse kemi kushtet barabarta apo i kifare unë. Se ne jemi të vetëdijshëm, më falni një sekondë. E ndryshon Nuk do- ka dëgjuar ndonjëherë, të lutem. E ndryshon do të gjë. Ore do përdorësh, Çfarë do shfrytëzosh? Më fal. Do Do përdorësh shfrytëzosh për ta ndryshuar fatin e Shqipërisë apo për ndryshuar fatin tonë? do luftosh në ato Për fatin e Shqipërisë apo për fatin tonë? për fatin e Shqipërisë do Për fatin e Shqipërisë e luftosh. ndryshon dot. Ore Brenda parlamentit. do luftosh edhe s'u ndryshon dot. Çfarë po na tregon ti që është e vështirë? Po ne dimë që është. Se ndryshon dot. Ore lëre nuk se ndryshon dot është gjë tjetër. Ti Që është e more vështirë. ti more 6% vota të Tiranës apo jo? Kujt ja more? Ja more Edi Ramës apo ja more Nga e opozitës? di. Nga e di. Kujt ja more ti jo? Mund të ka marrë të vetë ato? Unë them që ja ke marrë Edi Ramës. Po Edi Rama e bëri që të duket sikur e more opozitës. Tani. Ka që thjesht që I lëm këto tani. Jo, si lëm këto, jo, s'u fare. Mund të jemi pak serioz. Po. Mund të jemi pak serioz. Serioz është Shikojmë kjo, po them. Dhe mos të shpikim. Ka rezultate të zgjedhjes. Nuk është, po mirë, mirë. Çfarë po dakor. shpikum tu? Por nuk është, jemi pak serioz. Nëse flasim që jemi në një autokraci, unë mendoj që opozita duhet të shfrytëzoj të gjitha mundësitë. Nëse ka zgjedhje duhet të futet, do jo mos të futet. Për të humbur. Nuk ka, ore, do futet të luftoj. Për të humbur. Dakor? Do futet të luftoj. Me kë, mo? Me ata, me regjimin, me rezultati. autokraci. Urdhë? Dihet rezultati. Por çfarë thotë dihet rezultati? Ore ti do luftosh. Por është ditur rezultati. Ore futen në Rusi, edhe në Rusi futen në zgjedhje se na Kemi çmendën. 20 pas zgjedhje. Ore edhe në Rusi futen në zgjedhje, dhe në Venezuelë futen në zgjedhje, po nëse ka parti politike që kanë arsye për mos futur, janë ato. Edhe thon shqyqy që futemi, aq hapësirë sa kemi. O burra ta shfrytëzojmë. Tani ne këtu shpikim teorinë që e lëm fare. Me që s'jemi në atë kushte, me që ky ka kapur gjithçka, ka kapur mediat, ka kapur ekonominë, ka kapur krimin, po e lëm fare në s'potëremi fare. Po ç'kjo më, ç'a bëni kështu? ndryshosh mjetet Po ç'a janë këto muhabete kështu? Po keni Ndryshosh dëgjuar mjetet e ndonjëherë? luftës. Ç'a mjetesh do ashtu? Mjetin denoncues. Çfarë Leje do denoncues? lakuriq atë, të paktën Çfarë do lësh që ta kuptojnë ata që e mbështesin në perëndim, që ky njeriu s'bën Ku e zgjedhje. ke parë këtë teori ti, më? Po e Ku e ke parë këtë teori? provoni, Ku e kam parë unë teori? Po, ku e ka parë? Edhe vendin më Serbi, vendin më diktatorial, edhe në vendin më diktatorial futen në zgjedhje. Serbi, nuk- Aq hapësirë sa kanë e shfrytëzojnë. Ç'është kjo punë tani me Në teori Serbi raporti nuk bën tani? zgjedhje opozita. Dhe u detyrua pas 2 vjetësh bëri zgjedhje Po, prapë. dhe kush i fitoi?
Pavarësi. Ai fitoi sepse fitoi për arsye gjeopolitike. Ai është më i moderuari ndër disa lider që janë ekstremistë. Por ai u prapë unë besoj që Abi Lekaj Unë besoj që ne do të shfrytëzojmë çdo hapësirë. Okej. hapësira kodo. Por unë besoj që Abi Lekaj është duke thënë që nga viti 2013 opozita në Shqipëri ka përdorur dhe provuar skenar nga më të ndryshëm dhe nuk ka patur asnjë sukses për largimin e Tiranës. Tani që ka mbetur? Jo, ne shikojmë një problem, po nuk shikojmë problemin tjetër. Tani të flasim atës, flasim troç. Se opozita nuk ka bërë atë që të bën çdo lloj opozite në botë. Kur u mbet, ndryshon. S'ka bërë këtë, që është gjë më e rëndësishme. Po të shikoje listën e opozitës, e kandidatëve të opozitës, të Partisë Demokratike, dhe po ti ndryshoje vitin, e të shënoje 2013 apo 2017, të thuash mund të ishte 2017. Tani çfarë këto muhabete? Më gjeni një parti tjetër politike, më falni një sekond, më gjeni një parti tjetër politike që është në opozitë, që nuk ka ndryshuar, aq sa nuk ka ndryshuar Partia Demokratike tani. Para se të marrim armët, hajde bëjmë njëherë këto gjërat që s'ka nevojë për dhunë. Ç'o po tani? Ka një armën, direkt armët. Ka 1 minutë deri te armët. Se ne ora me vdiqëm. Në 96-ën, opozita shqiptare doli nga zgjedhjet. E la autokratin e kohës, që është Sali Berisha, e la Kuriq. Dhe u detyrua që në 97 u bë zgjedhje në pushtet opozita. Nuk u bë fasad demokratike e Sali Berishës. Tani ju që thoshit. Me që po thotë, dhe bë Venezuelën. Në Venezuelë opozita hyn në zgjedhje se fitonor. Jo. Me këto... Dhe ka fituar 2 herë zgjedhjet, dhe 2 herët është shtypur me dhunë. Me këto këshilla ju e morën qafë një kryetar partie dhe parti politike, tani prapë me nditin muhabet tani, prapë asni politikani dhe kam tandja pas këshilla private as publike. Unë them... Lulin e mësoj Antoni... Po, këtë që pati një frym, që pati një frym për që shtyti, po nuk ka rëndësi, po që pati ka të kishte zërat tjela, të edhin. Që unë dikua, po nuk është justifikim kjo, se aji është përgjësia totalisht e ati. Përgjësia është komplete e ati, po që... Dhe më thua mua që nga 11 maje dhe risot, 12 maje, që me Edi Ramës bënë zgjedhje, që këto ishin farse të tjera, dhe unë dojë zgjedhje se mund fitoj. Atere, duhet kuptoj kush e tila, që po më thua. Nuk mund të gjenjesh ka qabur. Se kam e ty, e kam e opozitë. Me atë i thonë ata, farsa, dhe do hyrë në zgjedhje se do fitoj. Që do thuash njështë dhe ti? Unë e di do unë basë, po kam i kandidat për të humbur. Qa do thuash? Unë e di që rezultati është paravendosur, po kam i kandidat për t'i bërë fasatë dhe Ramës. Kam një bindje që në Tirana i këto zgjedhje nuk fiton do edhe se u mos vjedhe asin votë Rama. Mënyra se si është se si jam coptuar këta. Të paktën këto zgjedhje të pjesme që s'ka nësi vlerë, të paktën këto zgjedhje të pjesme, këto s'ka nësi vlerë. Edhe po të fitoj opozita. Po të fitoj ka një farë vlerë. Jo, po të fitoj opozita ka shumë vlerë. Po të fitoj opozita ka kërry përmbysje. S'ka vlerë, se to më të shorë në zgjedhje. Pas 2 vjetësh e ketë në opozita Rama. Në zgjedhje në bashkinë e PS-s. Nëse opozita këto zgjedhje, nëse opozita këto zgjedhje i fiton, Ramën në gjithë botën, për 2 vjetë e ke jashtë. Në gjithë botën, opozita... Sa të përfundojnë kauzën e 11 majit, kjo opozisë duhet të hyrë zgjedhje. Tani në gjithë botën... Pa përfunduar akoma kauzën e 11 majit, varua farsa, dolim të kandidatët. Qa është kjo opozitë hipokrite? Ti e krasove me 96-ën. 96 ishte kohë tjetër. Pavarësisht se u të rojsh nga zgjedhjet opozita asaj kohë, u fut në parlament. Dhe vijuan ngjarjet e 97-s. U fut në parlament opozita. Sali Rexhepi u fut vetëm në parlament. Dhe vazhduan ngjarjet e 97-s, ndodhi ajo që ndodhi në 97-ën, kështu që krahasimi nuk shkon. Po pra, pas një u bën zgjedhje. Ne kemi parë në 2000, po në 97-ën kishte dhe reagim qytetar për atë që ndodhi. Mbas 2019-s ishte maksimal reagimi qytetar zero. Dhe reagimi qytetar zero, sepse opozita mund ta marrë të rrugën që thua ti. Kur populli ndihet i vjedhur, po kur populli nuk ndihet i vjedhur dhe vazhdon jetën normale, sikur këtu s'ka ndodhur asgjë. Atëherë opozita është e paftë, të largohet. Po mi pra, në këtë po diskutojmë, çfarë duhet bëjmë ndryshe opozita? Por jo opozita mos marrë pjesë në zgjedhje. Çfarë ka falë tyre këto vende të parlamentit? Se po flas për partitë e reja, më fal. Jo opozita mos marrë pjesë në zgjedhje. Me këtë që është opozita kryesore. Kush ka falë tyre më? Që kanë 4 mandate fiton Edi Rama. Se bëjnë dot të ikin. Po mi pra, po ja japin dikujt tjetër. Po të thonë ose të thonë neve nuk jemi dot për të mjet, me këtë mjet se rrezojmë dot, të përdorim pra, dhe ky propozimi këtu ka bazën. Pra, ai gjë tjetër, por jo mos marri pjesë, bojkotoj 3 anash. Të radhë po mori pjesë del kundër vetes
dhe jep një bën një ndër të madh Edi Ramës. Edi Rama në këtë radhë gjenën me raporte ndërkombëtare të frikshme. O Anton. Ju thonë zgjedhjet pa barabarta, shtet partia shtet. Edi Rama në Tiranë ka marrë 49% në 11 majën. Pra nuk ka majorancë më burr. Problemi është që këta si ngrihen do. Tash 49% çfarë janë? Ai se i duhet. 49% çfarë janë? Jam pak më jo, nuk po them. Kjo s'ka majorancë. Po them këtë. Problemi është a maksimalizojnë këta kundër Ramës. Martiri po thotë një gjë të drejtë që ligji i jep Jo, 49% që është shumë kodi elektoral i jep shumë, po i jep kodi tani, disa merrte e drama. Me kod normal. Po do merrte shumë më tepër se sa këta që merrte shumë më pak, 6 apo 5. Duhet të them këtë më që mundet Rama, si s'mundet, mundet. Është Rama mundet. Problemi është a je ti zoti që të bindësh qytetarët që unë e bëj këtë punë dhe unë jam më i mirë se këtë tjetri. Po pra, po, mundet po. Por nëse ne presim që të shpallin datë zgjedhjes, ato të bëhen brenda 45 ditë nga data e shpalljes, dhe opozita nuk ka një kandidat. S'ka pra se ky është problem. Zoti Sheja, çfarë po bën partia juaj? Po bën tani partia juaj. Keni 2 deputet në kuvend, ju dhe tjetri, me pam që si nisi parlamenti, majoranca tani i mbyll shpejt. Nuk ka nerva dhe komandanti. Nuk ka nerva të gjëj, çdo bëni tani vallë. Cilat janë çështjet që do të fokusoheni dhe si do të lëvizni këtë gjë? Sa mund ta mbyllim? 6 seanca parlamenti, të dy kanë thënë vetëm betohem, s'kan thënë asnjë fjalë më tepër. Vetëm kaq kanë thënë parlamenti. Atë, shiko, në fakt diskutimi është shumë i gjerë dhe ne ka ta ndisemi, të flasim jo, të ikim fare dhe mos të merremi. Të ka ta ndisemi? Më falni një sekond, vetëm ta them. Pse i quan ka ta ndisit? Po sepse kështë nuk jam dakord me qëndrimin tënd. Çfarë ka ta ndisë? Ë? Unë jam dakord me qëndrimin tuaj, por nuk them ka ta ndisën njerëzit për shembull. Jo, ka ta ndisemi që diskutojmë zgjidhje ekstreme. Po tani është një farë mënyrë, ekstreme ashtu është. Është zgjidhje. Po mirë, zgjidhje ekstreme tani ka ta ndisemi që përdorim zgjidhje ekstreme. Ai ka fjalë që ka ta ndisemi ky vend që diskutohet deri këtu, domethënë. Nëse vaje, s'ka rëndësi. Tani ajo që do them është, shiko, është e qartë. Është e qartë. Më falni një sekond. Është e qartë që ne jemi në kushte ku Edi Rama, që ka 12 vjet që kontrollon Shqipërinë praktikisht, ka një qëllim, t'i bëj zgjedhjet që t'jenë thjesht një formalitet, që të bëj të pamundur rotacionin politik në mënyrë demokratike. Më fal një sekond, po mirë është shumë afër, po them deri më sot po. E ka bërë, deri më sot po. Si, nëpërmjet sidomos duke sulmuar opozitën. 1, duke sulmuar, denigruar opozitën, 2, duke i mohuar hapësira opozitës, e dyta. E para, e telendis, dhe e dyta nuk e lëj që të ketë mundësit hapësirë ku të flasi. Kjo ndodhë rëndomt nëpër media. Në media është, po ta shikoni... Pun ka më burë. Ka do bëni ju o zotrit? Ta i mund ju raze inteligencën aty të flasë ajo vetëm? Atër, unë po të them kontekstin, dhe të them pasaj... Jam i këtë drejtë shumë. Po ta them apo... Po thue pra? E njëjta gjë po ndodh në parlamentin. Parlamenti është një hapësirë ku opozita vë përballë majorancën dhe i kërkon llogari, se këtë bën opozita në çdo vend të botës. Parlamenti është një vend ku flitet, ku ti ke mundësi ti kërkosh llogari majorancës. Kjo është, i bën opozit majorancës, dakor? Edi Rama tani po bën gjithçka që dhe parlamenti ta zgjesoj dhe parlamentin, që parlamenti mos tjetë një vend ku... Jam dakord me këtë unë, burë. Opozita në parlament po zgjeson vetë. Unë ta mbaroj pastaj ti më thuaj që po lëre më tani më opozitën selam, nam tani me këtë opozitën tani ky është i vend në botë që e ka marrë qaf opozita tani. Po lëre opozitën tani më valla. Keni 2 javë në parlament. Lëre opozitën se mbylli opozita parlamentit tani, të lutem se jemi... E kupton për çfarë flas unë? E kupton për çfarë flas? Keni 2 javë në parlament që merreni... E kupton? Pak a shumë të njëjtën gjë thonë. Ky është i vetmi vend në botë që kur të shkruajnë historinë do thonë Shqipërinë e morin qaf opozita. Kupton, nëse në gjithë, kur bëjnë historinë e vëndeve, thonë diktatura, pushteti, ky është i vetmi vënd në botë që do thonë e shkreta Shqipëri e morin qaf opozita. Por nëse është tur tani Qa thoni për në re Rama, po dojë Rama sa të punga, arrini do t'ju Rama. Më lejo të mbaroj një argument, ta mbaroj të qatë në fund. Po mbaj vetë një sekundë, një sekundë ta themë. Po nuk është debat, se tani ti mu më thua mu ati direkt e opozita, po mbaj një pak vetë më. Po me që fone për rolin e parlament. Po ta mbaroj një sekundë në pastaj. Si përdor policinë kundër opozitës. Po jo mori jo, po lëre, shiko, më falni, nuk ka... Atë do bëj, do bëj liksin. Nuk ka asë një vënd në botë që bën përgjej se opozit në Rusi mundet, po në Rusi, thonë dita fatkesit në Rusi ndodhin se
opozita saboton ku di ç'a bën. Është e sigurt, po ta hapësh lajmin në Shqipëri, në Rusi jam i bindur që midis tjerë thon opozita janë të degeneruar, janë të shitur të amerikanët, janë, kupton, tu në forma të ndryshme ndodhe njëjta gjë. Jo, këtë ju e bëni shkemë të për atë punë, po, hajde. Nuk po ju akuzojmë juve se juve po grabisni shqiptarët. Grabitin e bën Rama. Juve po ju akuzojmë se jeni të paaft dhe nuk e kam për ty, po e kam për... Tu ndodh rëndom. Jeni të paaft që të krijoni idenë që ne jemi alternativa e dur për të përmbysur Ramën. Kjo është Po problemi. konfirmon të njëjtin gjë që po them unë. Po prapë. Po, këtë po konfirmon. Që faji në ka opozita, Po ka shumë një opozita. Tani edhe parlamenti që ka një kryetar, që ka një kryetar të zgjedhur nga majoranca, që bën çfarë i thot ai, i thot Rama, shiko se dua mbyll kuvendin, ë? Edhe ai tjetri thot sapo ngrihet dikush aty e ngre zërin e mbylla. Po si përgjigje? Më fal, po prita mbaroj një sekond. Okej, po. Një sekond. Po. Duro. Edhe faktin që majoranca mbyllet parlamenti, dakor se u bezdis ai nga zëri, se ngriti zërin dikush aty, na e pas ka fajin opozita. Po tani kuptoni se sa qesharake është kjo gjë. Po këtu është aq e rëndë. Situata është aq e rëndë se këtë po diskutonim. Këtu ka 12 vjet që ka një propagandë të frikshme që gatuhet në zyrat e kryeministrisë, ka 12 vjet që nëse mendon një 18 vjeçar praktikisht edukuar vetëm me propagandën e Edi Ramës, sa nuk ke më nevojë t'i thuash sulmoni opozitën, se sulmoni opozitën kështu automatikisht. Në 91-shin unë isha 13 vjeç. Unë isha i terrorizuar nga priftrinjt, nuk e di ju. Po. Kujtohet? Po. Nuk kishin nevojë të ma thoshin mua se kishte mbaruar puna. Mu deshën vite që të shkëputesha nga kjo. Edhe këtu, ore ju nuk kuptoni një gjë. Ka 12 vjet që gatuhet në zyrat e kryeministrisë propaganda dhe pastaj shpërndahet në të gjitha format. Edhe kur ishte Berisha në pushtet, gatuaj prap propaganda antiopozitare kundër Ramas atëre. Po Rama erdhi në pushtet ama. Problemi që ndron. Nuk është problem pse ai ju shan juve, se ajo pun ka. Problemi është ju si ti bindni shqiptarët që ai po gënjen dhe unë jam tjetër. Dhe në momentin që ju nuk i ofroni një alternativë shqiptarëve, patjetër shqiptarët do votojnë, nuk i besojnë kaq. Tani për parlamentin, me që folëm për parlamentin, po themi, parlament, ju edhe kur e keni fjalën, keni 2 javë merreni me proces verbali më burr. S'ka folë fare, po s'ka folë asnjë fjalë. Ai s'ka folë më jo, po opozita, se ç'a bëjnë ata? Ata bëjnë marrin për procedurë, rrin merren gjithkohës. Më fal se ju jeni vërtet. Pra s'ka parlament më dha se ju jeni të çuditshëm. Tani ti ke ardhur për të më pyetur mua se ç'a ndodh në parlament, apo e di më mirë se unë se ç'a ndodh në parlament. Ti ke ardhur të dëgjosh mua se ç'a ndodh në parlament, apo nëse ti e ke përgjigje. Por jep televizori, s'ka nevojë të televizori. Po një gjë është shkosh televizorin që çfarë përcillet nga propaganda e Edi Ramës, e tjetër gjë është të dish se ç'a ndodh. Parlamentin live. Ore më fal. Unë sot pash gjysmore. Ore më fal. U morën me proces verbalin e javës kaluar. Do të ngrihesh aty, fol bambum bjeri do asnjë lloj thelbi, asnjë lloj. Dhe ai Rama të domat merret me proces verbalin. Mos merrni me drogën, mos merrni me pallatet, me betonin, mos merrni me kullat, mos merrni këtë do Rama me proces verbalin. Sa ka parlamenti? 3 javë, 1 shkoi me sherr për diellën, 2 tjerat me proces verbalin e diellës. E di ku është problemi? Unë nuk besoj se tu të kanë thënë tani që të merresh me këtë punë, t'ja fusësh komplet kot, siç po ja fut. Më fal që ta them. Por ti e bën vetvetiu që. Para njerëz po ja fut kot. Ty të kanë, po ja fut kot sepse po ja fut totalisht kot, sepse nuk ka asnjë përgjegjësi opozita në parlament. Nuk e vendos opozita, se ti nuk e di. E thua nga pa. Po thua pa ja fut kot. A është e vërtet kjo që thash? Jo, mos është fare vërtet. Kjo që po thua ti nuk është e vërtet. Sepse për çfarë flitet në parlament nuk e vendos opozita, por e vendos majoranca. Dhe opozita i ka duar të lidhura. E vetmja gjë që mund të bëj, po pritëm ta tim, po pritëm të them 2 fjalë, tamash, pritëm të them 2 fjalë, unë se bëre tani. Se po ma akuzon kod vëlla. Po s'po ta akuzoj tani se ja fut kod, do të them që ja fut kod, sepse po të shpjegoj. Po është publik. Por e do argumentin apo jo? E do argumentin. Kjo është ajo që ke parë ti. Dhe që pushteti të ka sjellë, jo mori, që ka ndodhur shumë ndryshe, se ti nuk e di. Ti mendon se e di dhe vjen këtu edhe jep mend. Por ti nuk e di, ti po flet për diçka që nuk di. Ti ke parë diçka që nuk është ajo që ke parë. Çka ndodh në parlament, por po ta shpjegoj, më le të. Ka qenë live me kamera. Nuk ta shpjegoj qytetarëve se ti nuk e kupton, nuk do ta dëgjosh. Do ta shpjegoj të dashur qytetar. Ajo që ka ndodhur në parlament është që pushteti vendos rendin e ditës dhe thot do flitet për proces verbalin. Dhe e vetmja hapësirë, nuk t'jep fjalën, nuk ka në 5-6 seanca se janë bërë, nuk ka ndodhur, ne kanë bërë kastile, nuk t'japin më fjalën, nuk thonë,
Fjalën e ka zoti Shehaj, 10 minuta. Tani ta mbaroj, dëgjoj një herë, më dëgjoj një herë. Po më dëgjoj një herë, se pastaj se rrezikon pastaj që të informosh keq qytetarët, të thosh opozita. Po informon shumë keq, po informon shumë keq. Atëherë që ta kuptosh, kryetari i kuvendit ka stile, dakord, thot nuk flitet, s'fletot njëri. Vetëm mënyrë që keni për folur është për procedurë. Po pra, deputetët s'kan çat bëjnë të shkretët. Po prita ta mbaroj një sekondë se s'kan çat bëjnë, se ti e di dhe s'jen ke qenë nuk e di. Po nuk e di, informo. Ore informo se nuk e di. Po cila seanca fillon e mbaron me atë se s'ka gjë tjetër. Po çaj merr listën. Ore si e tin Terezi se s'di ç'a thua. Ç'a thua më? Thon mua tani. Seanca është vetëm për proces verbalin, ë? Po shikoje. Por shikoje. U ç'a thua? Ose për çështje ku s'ka debat. Ore mbaro proces verbal. Ore proces verbali, thot tani do votojmë këtë gjë, nuk ka debat. Hajde, votojmë, ngrini dorën, hajde miru pafshim. Po për seanca tjetër, për proces verbalin e proces verbalin. Ike shiko të gjitha seancat që janë bërë. Kurse s'është shumë s'ka kuptim. Ike shiko të gjitha, unë këtë tentoj të të shpjegoj, po ti e aq i verbër me opozitën, sa ti është e pamundur ta shpjegoj. Unë këtë po të shpjegoj. Me proces verbalet, një sekond. Merr si Rama që moti që mbante dhe atë. Më fal, dëgjoj. Mbronda këtë jo më mbrojnë se mbrojnë as vetë ata. Ore fakt, janë faktet, unë po them faktet. Ata mund të kenë shumë përgjegjësi, po çfarë fakte? Shiko rendin e ditës. Të gjitha seancave që ka një rendite vendoset, nuk ka në asnjë rendite nuk ka patur një debat. Ka patur debat vetëm kur do votoj për qeverinë, ai qeti pretekstin për dy veta që ngritën zërin aty dhe tha, ç'a keni ju? Nuk do flisim më fare, s'u lë më të flasim. Te kush e ka fani që ngritën zërin ata? Urdhë? Kush e ka fani që ngritën zërin ata? Shkon bëjnë zhurmë kot. Aja të do më. Aja të do më burr, a kuptoni ju që aja të do? Dgjoj. Ju s'doni të bëni debat, ju bëni zhurmë. Aja të do më. Edhe i shkonin pas fjes. Unë e fillova këtë diskutim duke thënë. Kur do flas opozita? Ti vazhdo me opozitën. Po s'duan më ata duan të bëjnë s'ka pik rendi ditë kur të flas po të thotë. Ore ka rend mos e mbaron proces verbali. Mbaroj para se nuk di, iku mbaroj, do votoj çfarë do votuar, iku mbyll. Po është proces verbali, është kod, është gjë. Verbali dhe votojnë në komision, është administrative. Ajo mbaron me 2 minuta dhe vazhdon seancën. Ore më fal, midis të vesh aty, të heshtësh, të ngrësh thjesht kartonin kundër dhe të përdorësh procedurën për të thënë 2 minuta, 2 gjëra, po më mirë ato 2 minuta. Parlamenti nuk është për proces verbali më burr. Urdhë? Parlamenti nuk lidhet vetëm për proces verbalin. Ajo është pjesa e parë e cila miraton atë që ka kalu. Pastaj vazhdon seanca për lidhet edhe vetëm për proces verbalin dhe bashkë me proces verbalin lidhet edhe për komunikime, për shembull njoftime. Dhe kaq, po çfarë njoftime nuk ka më fal. Nëse më mirë, dakor. Do të disha po se unë nuk po kuptoj se u bë aq lëmsh këtu. Unë po them, parlamenti ka shumë gjëra të cilat do miratojnë ligje, Juve nuk keni plan të diskutoni për këto, dhe nuk e kam për ty, se po bëjnë kot debat bashkë. Ne nuk kemi plan. Tjetër gjëra ata që bëjnë zhurmë. Po bie qafë, po bie qafë kot opozitës, se kupton këtë gjë apo jo? Po i bie, më fal një sekond, Po i bie qafë kot edhe kur i bini në qafë opozitës për gjëra që janë të zeza në të bardhë, që nuk ka nevojë për komente për opinione. Imagjinoni për gjërat e tjera çfarë bëni ju. Si e përdridhni për ta bërë opozitën. Parlamenti që ishte sot kishte urdhër dite. Mbledhja e kuvendit të seancës plenare në datë 29 ora 13, rendi i ditës së seancës plenare është si më poshtë. Miratimi i proces verbalit të seancës plenare të datës 24/9/2025, pika 2 njoftime. Kur do flasë opozita këtu? Ju ishte sot por anë kaluar? Lexoja. Lexoja se ka. Lutem gjej. Sa them unë, javës kaluar ishte ta them unë. Kanë bërë propozim do për rendite? Po bën propozim. Ja, po. 2 pika. Seanca e mëparshme ishte proces verbali i seancës e mëparshme dhe votimi për komisionin. Pik, ka debat. Ajo më përpara ishte. Për një... Por ndërkohë s'ka nisë për komisionet. Dakor, është për... Ditën që do të diskutojë qeveria dhe programi qeverisë, a i tha mbyllë pak shpejt se s'do të gjëjtë. Mbyllë më ikë. Ka fajnë opozita këtu. Ikë më burë. Si ikë? Që merresh me pika rendi dite, kjo është bësh Lori Ramës. Mos shkojnë parlament, të po e them, mos shkojnë parlament. Kjo është bësh Lori Ramës, se unë shoh parlament që diskutojnë, ai thotë diskutojnë për verbali, këtë fare në parlament. Mo bet kodën. Ta s'do të marrin pjesë në asnjë. Tani, po të kishte vendosur opozita ti këthe nuk do të diskutonin mbi këtë gjë. Ti nuk do thoshe jo pse flasin këta për proces verbalin, po do thoshe po këta si ikën. Janë votuar për të qenë. Po pra ikë se ne duam të rendite. Janë për të qenë atë. Duam rendite. Po nuk funksionon kështu, Ti para se të flasësh të mbar ti të bësh përgjegjëse opozitën,
informohu pak, shiko, pyet, dhe nuk do bësh gabime të tilla. Agron, Se bie në qafë këtë opozit. këtë propozim- Opozita ka shumë përgjegjësi, po. tani- propozimin e ke për Bashkinë e Tiranës apo dhe për bashkitë e tjera ku do bëhen zgjedhje? Unë mendoj që Bashkia e Tiranës është shumë e rëndësishme dhe kjo është një gjë e re, një risi e re, që nuk kemi bërë ndonjëherë. Le situaj që risia është gjithmonë e re. Po. Tani më fal, një sekond. Një sekund. Dakor, tek më kape. Jo më nuk të kape gjë, po. Tani, po mund ta bëjmë dhe mund ta bëjmë e bëjnë të panumur. mund ta bëjmë dhe për bashkitë. Ta zgjedhjen në Vlorë, në Berat. Ta bëjmë dhe bashkitë e tjera. Te Pelenka, Unë mendoj që ta e Tiranës është, shiko, Bashkia e Tiranës është e rëndësishme se është e madhe një. Është e rëndësishme sepse është arrestuar për korrupsion ish kryetari i bashkisë, nuk është një gjë e vogël. Kupton, është edhe një mënyrë, edhe ky po kandidon tani, siç e tha me të drejtë, tha një diella e mishëruar, që thjesht hoqi atë sa i viste edhe pa leje, besoj, se prandaj e ka. Kurse kjo beson se nuk vjet pa leje. S'ka djela. Apo jo? Djela s'vjet pa leje. Djela nuk vjet pa leje. Tani, çështja është që ne mund të përfitojmë nga kjo gjë dhe mund të jetë një kthes e madhe dalja me një kandidat jashtë partive politike. Unë jam vërtet i bindur që nëse ne kemi një qasje të vërtet të këtij lloji për zgjedhjet e ardhshme, kemi shumë mundësi të fitojmë zgjedhjet në Tiranë. Jam absolutisht i bindur. Dhe nëse një ditë do bëhen publike emrat, ka dhe të tjerë, nuk janë vetëm këta që mendojmë ne se janë të duhurit. Ka dhe të tjerë, do jeni dakord me mua që realisht janë kandidat që bëjnë diferencën, bëjnë një kontrast të jashtëzakonshëm me kandidatët e Partisë Socialiste. Po kjo unë uroj që kjo mos të mbetet thjesht. Po mbi të gjitha jemi dakord me një gjë që them përpara se tani merre pushkën dhe mbrojë opozitën për gjithë të tjera, po t'i thejnë një gjë shumë të rëndësishme. Për rinovimin e vetvetes, opozita po të hapësh se letrat nga trosh datën të njëjtat pytyra dalin. Kto je dhe kjo është një problem shumë i madh agron. Po për të Dhe këtu s'ta kam fajin unë. Dhe këtu s'ka faj fare Mërtiri. Tiranës dhe një figurë e re që është Mërtiri nuk ka... Jo më e Dirama, di kur të tavojmë. Kur ti ka pushteti, Partia Socialiste mund të voglohet më shumë se Partia e Fatmirit ose tjetrit, e nartë lokët. Pikërisht për këtë arsye. Nuk e dim këtë gjë. Me gjithë të majtët gjithmonë mobilizohen. Pyeta njerë unë Mazovjeskin në Poloni. Ishim një grup gazetarësh të gjithë, Sandra Franga këta të gjithë dhe i thash unë kishe qenë kryeminist e Mazovjes tani që në opozit. Dhe po binin ata të majtët. Kishe demonstratët e mëdha të Gdanskit, port i madh. Thash unë tani po bien këta profesorë thash, të majtët. Jo tha, tani ata bashkohen tha, fort. Do? Bashkohen fort. Bashkohen fort, se kjo është karakteristike tyre. Bashkohen tani tha. Dhe këta kur kanë situatë të keqe, bashkohen. Ndryshe nga situatë e keqe që ka kur e ka e djatha, shkërmoqet, ndërsa këta bashkohen. Tani, unë kam një pyetje tjetër ram të kjo, ikëm, se do bashkohemi prapë, do flasim këtu e gjitha. Po kam një pyetje, për Manastirliun tani fare shkurt, kandidaturën e magjerancës, pse caktoi Rama Manastirliun, mendoni ju? Se cili nga 5 fjalë. Unë sa po ju përgjigja kësaj pyetje, në fakt po përsëris nuk ka problem. Përsëritë që të thonë edhe këta përsëri. Është pikërisht Manastirliu është një zbatuese e urdhrave të Edi Ramës. Kudo që ka qenë ajo, ka patur skandale, vjedhje, korrupsion, ka letra në SPAK, për sa di, është në hetima, është në hetim në SPAK, ose të paktën çështjet që ka ndjekur ajo, kur ajo ka qenë në detyrë, po hetojë në SPAK. Unë mendoj thjesht është dikush që ndryshe nga Erion Velia, nuk e di për çfarë arsye është prishur Veliaj me Ramën, por mendoj çështje pushteti dhe parash, se nuk mund ta di. Një mik dhe i njohuri dhe po dhe mik ynë, më shkruan se provokator është pak ai. Si njeri është provokator, goxha provokator, thotë Lalieri do fitoj prapë, se do rikandidoj si i pavarur. Po këtu çdo gjë mund ndodhet, nuk e po ti e ke hapur këtë fjalë, se kishe pyetur dhe më në vend tjetër me sa dëgjova unë. Kishe pyetur te zgjedhjet te këto komisioni dhe ata të kishin thënë po të doj vjen. Po ai les pagu, nuk e dim. Po urojmë të kandidoj. Urojmë të kandidoj. Pastaj heq një vota. Asnjë votë si është, ai ti e pe, ja mori këshilltarët brenda ditës gjithë. 4-5 veta që serdhën. 4 ikën. Po çfarë flet? Kështu mund t'japë një shans këta. Tani nga 2 fjalë për Marcelion. Çfarë tregon ajo? Çfarë tregon ajo që ndodhi? Tregon pushtetin absolut të një njeriu të vetëm. Ne shpesh kemi folur për aferat, për korrupsionin,
Dhe kjo që ndodh tregon pikërisht që nuk ndodh asgjë në Shqipëri nëse nuk ka lejen e Edi Ramës. Çdo gjë që ndodh, nga afera më e madhe, nga incineratori, tek vjedhja më e vogël, është pjesë e një sistemi, po këtë nuk e them unë. Këtë e thonë raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit. Qartë. Më thjesht. Atëre, Manasiliu, për këtë arsye thotë që ta Ajo kishte ishte shumë e bukur, se tregonte mënyrën se si Manasiliu e shikonte liderin, si diell, si perëndia, si preti kishte të tjerë që kapën kravatën kështu. Se si e shef atë. Kjo është arsye. Liderin gjithë e shikojnë ata, tani kanë filluar ta shikojnë pjesën dërmuese e shqiptarëve këtë. Sot ishte diella nano, ky Rama sot kishte një aktivitet ndërkombëtar, që kishte bërë Gjinushi për nanoteknologji. Ne ishte vetëm lider ndërkombëtar tani. Aty ishin Gjinushi që flet për nano. Aty ishin një tre të huaj dhe 1.000 shqiptar të porositur të përshkuar, dëgjonin Ramën që fliste anglisht. Edhe pastaj foli diella aty, se Rama nuk do të flasë më shqip. Doli diella dhe tha, e ardhmja nuk jem vetë, tha, atë e bëjmë ne. Ta diella aty. Se diella mendon njësoj si Marsiliu që të ardhmen e sjell lideri, nuk vjen dot vetë e ardhmja. Nuk është proces kohor. Kështu që mendoj që kështu i do Rama, që thonë si të flasin si diella, të shkruaj vetë ato fjalët dhe ato vetëm ti thonë. Pra i do robot. Është mësuar me Është Rama është mërzitur me njerëz, i do thjesht robot. Pavarësisht se njerëzit Tela, konstruar robot. Bërtiri Tela. ndryshimi këtu është sa për batut. Unë kam Ndryshimi Se kam edhe një pyetje tjetër jashtë kësaj. Rama ja shkruan fjalimet diellës, kurse këtyre inteligjenca artificiale ja shkruan këtyre fjalimet. Diella. Këtë kundërt. kam përshtypjen se Manastirliun zoti Rama e ka pasur në kokë që përpara. Pra që në momentin që e ka caktuar drejtuese politike të qarku Tiranës. Ajo ka drejtuar Keni fushatën. qartë që kjo do të jetë Kjo do ishte kandidate për kryetare bashkie. Nuk do ishte ndoshta në këtë variant, por në zgjedhjet 2027 do ishte ajo variante për të marrë kandidatja për të marrë Bashkinë e Tiranës, sepse ishte projektuar drejtuese e fushatës elektorale për gjithë Bashkinë e Tiranës. Pjesë të qarku ka qenë Spiro Pali dhe tjerë, por drejtuesi i qarku Tiranës ka qenë Manastirliu dhe për këtë arsye edhe tani u propozua për kandidate, por do ishte kandidatja alternative e 2027-ës. Po, ajo ka një ndryshim nga Veliaj. qartë. Pavarësisht se merr një pushtet pavarur, nuk e guxon kurrë ta përdorë si pushtet pavarur. Mërtir? Për mua është, shiko, Rama i ka të gjitha në dorë, ka gurin, ka arën edhe gjuan si dojë, domethënë, kështu që ai zgjedh këtë dojë, zgjedh njërin Kur këtë. ka dhe kurin dhe arën, thuaj, Arabi e vetë. Bie vetë, ka zgjedh njëri besnik që të bëjë. Arabi e poshtë, Në rregull. Tani unë do të... A i ikni këtë strishën, a i bashkohet shqeja e opozitës, se mbaruam këtu, folëm, do me thënë. Bashkohet opozita shej duhet e kishte bërë praktikisht. A i bashkohet opozitës. Se propozimi i shejt, pavarësisht se unë mendoj se duhet futen në zgjedhje, por nëse futen në zgjedhje vetëm me këtë variant. Janë disa parti. Nesër mos e diskutojmë këtë se mbaruam me këtë. Se lexova këtë. Se ti qenë provokator tani. Jo, provokator. Lutem shumë. Është Tani, strisha, më të falë. flasim për një problem Ai bashkohet shej e opozitës i bie që unë jam jashtë opozitës. për këtë problem o zotri tani. Propozimi ishte. Për problemin o zotri. Opozita duhet bashkohet me ty. Kush e lexon edhe nuk na dëgjon. Atere peja sjaroj dhe njerë shikus. Opozita shqiptare hyri në zgjedhjet e përgjithshme kashte koqet, copa. Po. Dhe mori me ndër këto që pam. Tani, a ka një mundësi opozita që në këto zgjedhje, qofte edhe duke humbur, por të marrë votat konsiderueshme të hyrë bashkë, në këtë plan ishte pyetja. A i bashkohet, se Qori tha, unë si bashkohem, pas e Dori Flamurit tha, nuk o pranojmë atë. A i tha, më përpara. Qori tha, më përpara. Tani, pyetja që ka mund tani, është në shumë edhe pyetje, po dhe një jetë mërshme ka ndodhur, ka filluar të ndodhin gjëra shumë të mërshme, një këto lufta me bandat e krimi e gjitha, se këto i kemi shumë janë rritur këtu, po i kemi në kanë ardhur dhe nga bota i qytetëruar, Alberon. Por këtu kanë filluar të ndodhin ngjarje nga më të mërshmet. Një nga krajinat ende ishte ai, i mori ra një italiani, i biznesmeni italian që kishte koq punonte, shkreti në Ndjes Pastë, në pjesën e Tepelenës, në atë distrikt. I ra për dritat se ky hapi dritat e gjata, nuk mbylli dritat. Jo, kjo, jo. Tani kush e thot? Dritat i hapi ai. Ja, be tjetri. Dhe e shan. Policia, versioni policisë. U verifikua, ja. Ju verifikoj. E kemi atë figurën që e ka vrarë. Ka shpallur në Verifikua. kërkim motore. E shpallur në kërkim, po. Jo, E kemi, ma paraqit
ta shikojnë edhe të ftuaj tu, se Agroni për shumë nuk e ka parë nga që ka qenë parlament. Tani, thot policia është kjo. Jo, mërë jo, çështja është që është vërtet politik, tani unë di që kjo që Jo, Deri në këto moment, autorin. versioni zyrtar i ngjarjes. është versioni zyrtar. Po, i Tani, policisë është duke versioni patur zyrtar. parasysh. Ja, Agron, Atëherë, nga Vlora është, ky e ka vrarë. o Ylli, Zori Pushkën. Jo, mo, jo, nuk e ka vrarë ti, o zotri. Ylli, po kjo është akuzuar, Ylli, ky ka vrarë. Po pritë Ylli, nga mori vesh që ky ka vrarë, se ai duhet dënohet. E mirë, kjo është e dyshuar, dakord. Ky është Dhe sipas po mirë, vrava unë pastaj. sipas policisë. Dakord. Tani, Sipas ai që- policisë, po policia e bë këtë punë tani. Tani, të ndalojmë një sekondë, Agron. Ne jemi një vend që ka shumë probleme me krimin Agron, unë pyetja ime është, a jemi pak barbar si popull? Jemi pak barbar, Agron. Nuk mund të vrasësh tjetrin italianin të huaj në shkretë, gjuna, zotit, ti biesh për dritat e gjata. Dritat i kishte ky mo të gjata, banditi. Kishte lëshuar dritat e gjata dhe ata i thanë dritat e gjata dhe filloi një sherë për dritat e gjata Zumë italianin. dhe ai e mori spektatori. e vrau. Italiani se spektatori që ishte dëm kolateral. Kjo vrau. Se ishte në makinë. Ishte në makinë me ortakun shqiptar. Tani ne Ai u zu me jemi ortakun italianit. Agron. Mori armën, thatë, Ne jemi Vllajin e ortakut. Tani, me djalin, fare. Me djalin e ortakut. Djalin e e ortakut. djalin e ortakut, jo me italian më. Italiani iku për lesë e zuri në venë, Ky italian- në venë dhe derdi gjakun. ky italiani Ka faj zoti. pjesë e një familje italianësh që ka vite që jetojnë, që, më falni një sekond, Jetojnë. që kanë investuar në Shqipëri, vite. Është, më duket Ka se 20 vite. ka shumë, E dilqen. dakord, janë disa, janë prej kohësh. Dhe kjo që ka ndodhur ka tronditur gjithë komunitetin e sipërmarrësve në Shqipëri. Dhe kjo është ajo që ne duhet na shqetësoj. Tani, janë vrarë për dritat e ka vrarë për dritat e gjata, apo e ka vrarë për ndonjë gjë tjetër, persona me cilët flas unë, komunitetin e tuajve, se i kam njohur kur isha thjesht sipërmarrës, pastaj me kohën u mora me politike dhe kështu që u shkëputa nga ai komunitet. Ai komunitet është shumë i shqetësuar për të që ka ndodhur dhe nuk din pse ka ndodhur e çfarë ka ndodhur. Dhe janë dyshojnë për shumë gjëra. Tani këtu ne frika i Jo, është vërtetuar. Për dritat. vërtetuar nga kush është vërtetuar. Koma është vërtetuar. Vërtetuar nga kush është vërtetuar. Dy ditët e para ishin këto, Frika përshjatjet, ime është- ortakët, frika- konflikte me ortakët e tjerët. Sot ka dalë një version zyrtar i policisë, Po policia ka thënë edhe që në Elbasan dakord, por ne këtë kemi, pra nuk kemi një dëshmi dakord. tjetër që ta them, kundërshtojmë. tani- them Po si bëmë fajtor italianin Agron, ne mbyllim të bisedë, po bëra fjalën- të them dhe një ngjarje tjetër me një italian tjetër aty. nuk bëra Këto ditë- më fal, nuk thash, nuk Një bëra profesor i të nderuar italian, Nuk bëra fajtor, nuk bëra fajtor italiani. një s'o s'o sekundë, një shkon. sekundë. Italiani Absolut, tjetër, po fajtor jam me një minutë, o Agron. Po. Italiani tjetër, profesor i nderuar Po. në makinë me gruan. Po, Vjen një makinë shigjet, po. i bie, dhe profesori la makinën aty me gruan iku, e morën profesorin e futën në burgun e Fierit. Po, Dhe profesorin e vunë në dhomë me këtë qeverisë të gra, utrën. po. Dhe ai tha, kjo tani ta kushton tha krevati, lartë ai utra, poshtë ky kushton 2000 euro i thash. Ky dhe i bëri llogarinë dhe italiani thoshte duhet të marr nga llogaria, më jep numrin edhe nga Italia që ti kaloj. Italiani tjetër, Agron, ne jemi pak barbar dhe të çmendur. Këtë po të bëj pyetje zotri. Se ja të mora italianin tjetër ta futa në bisedë. Atëherë. Italiani tjetër është në burg dhe po proteston. Gjithë Italia është e tmerruar, është një profesor i nderuar, a është kështu mos? Po. Dhe ai i kërkon paratë vullorun e krevatit. kërkon profesorin. Ai i kërkon paratë e krevatit. Ne studentët kërkojmë profesorin. Dhe këta të policisë të shkretët, kishte në ulja, Ta të policisë e kishin thirrur, jo më e kishin thirrur, e kishin marrë atë, dhe kishin në ulja pak. Lëshurin e krevatit. Italiani ka një version tjetër, në fakt. Italiani ka një version tjetër. Profesori, Dhe versioni italianit është shumë... ka fa italiani? Jo, një sekund. Po them që ka fa italianit. Po them, versioni italianit është që ishte duke parkuar te Rogneri, bën një manovër edhe godet një nga pas e gërvish, dakord? Ka ndodhur në Rogner, mo. Pritmë tani në një hotel ku ka, unë them versionin e italianit. Dhe na del që ai që ka makinën nga pas, dhe si ndodhet makina, është i lidhur politikisht apo ishte një kështu thot italiani, s'paktën këtë e marrin e fusin brenda. Ky që shoferi i makinës nga pas, veten në spital, shtrojnë në spital, i merren mend, unë po them çfarë thot italiani. Dakor, këtë e fusin brenda, fillojnë e nxjerrin në gjyq, i konfirmojnë arrestin edhe futet, imagjino çka kanë marrë mund të futet. Ai, kjo është historia që Paguan tregon. hotelin. Ë? Kjo është Paguan dhe historia që hotelin. tregon, kjo është çmenduria. Një turist italian që do të vizitonte Shqipërinë edhe futet bie
në këtë kurt. Këtu Kjo ishte që është, ndodhi tani, Tarant kjo. shqiptarët ylli i nderuar, shqiptarët jemi ne kështu jemi tani. Të mirë, të këqinj, të zgjuar, më pak të zgjuar, ne jemi. Po të pyesa jemi, o Agron, jemi pak Po të shpjegojmë, barbarë. Se ti me shqiptar do marrësh votat, ti nuk e thua dot. Po le ta thon kolegët. Ore, Shqiptar janë vetë të Po dhe unë, mo. Unë shqiptar janë vetë. Po dhe unë, Unë shqiptar kanë fëmijë. Ore, mund ta vrasësh tjetrin tani, o zotëri. Ore, mund ta vrasësh tjetrin tani për dritat e gjata. Ore, nuk po them, do po them, ne kështu jemi të mirë, të këqinj, do donin të ishin më të mirë. Por ideja është çfarë mund të bëjmë, jo ç'a jemi, se ç'a jemi. Po i thuaj që mund bëna, o zotëri. Si na ka bërë Perëndia, ideja është ne ç'a mund të bëjmë. Thoni nga dy fjalë ju të tjerë tani se kë Agronin tani edhe nuk e thot dot se do votat e Ç'a do them o ju? Votat e popullatës. Dëgjoj, Aha. këto dy ngjarjet nuk Do janë votat e popullatës ti s'ke çfarë Ka bën. drejtë. O ylli, po ky popull kur vete jashtë ylli, Bile edhe këtu edhe e drama po ti, dhe doktori do mbronin në goditin italianën. ta shqiptarët kur vjen jashtë shkëlqejnë. Për saktimi yt është pak racist. Nuk ka. Kush shkëlqen më? Ras barbare, ras jo barbare. Kush shkëlqen më? Ke shkëlqyer ti që bën biznesin për. ke gabim. Po pjesa dërmuese janë Ç'a janë? vrasin dhe bëjnë çfarë duan. Po lere tani. Po janë në Britani drog bëjnë. Ore që Se vogla bëjnë edhe drog, nuk po them që nuk është e vërtet. Pjesa Pyll pa dera nuk ka e gjitha, por të vrasësh, Agron, nuk po them për krimin dhe për këto, po them të vrasësh njeri për dritat e shkurtër dhe për dritat e gjata, është barbari, them unë. Mendoj unë, ndoshta po e them tonë të lartë të gjitha. Edhe ata amerikanë që vrasin njerëz bëjnë vrasje të masë. Edhe unë e them pas njerëz me fare, barbari është. Edhe unë e them që Jo, janë të smurë një pjesë e tyre. Janë të smurë. Po pse këta janë të Pas janë smurë. Ai ishte Përsektojnë komin kriminali që amerikan. vret për asnjë arsye më. Po këta janë tamam. Por kriminali vret me arsyet e veta, me banda. Para se njëri që vdet para arsyes, A tamam. thoni nga 2 fjalë gjithë, dakor, mbani mendimin. dy ngjarjet që përmendet s'kan lidhje me njëra tjetrën. Në rast se Nuk kanë. Kjo Po ngjarje- flasim për këtë ngjarje. për vrasjen flasim. Nëse është sipas versionit që jep policia, nëse ka ndodhur kështu, Po, qartë. nuk është rasti i parë që ndodh. Pra këtu në çdo semafor ti përballesh me njerëz që thotë do kaloj unë i pari, do kaloj unë i dyti, mund të gërvishesh makinën, mund të kalosh pse m'pep se të pash, do të ngjarje të Po tilla. në Greqi 5 të plagosur, pse më pepse të pash? Shqiptar ishin. Këtu Tani në lutem Shqipëri shumë. këtu ka ndodhur, popull i stresuar, shumë i stresuar. Stresuar dhe i Dhe këto ndodhin. Ndërsa ngjarja tjetër, ne dëgjojmë vetëm versionin Barbarizuar. e italianit në rolin e Hallexhiut. Në atë aksident ka ndodhur, ka vdekur një person. Italiani është në burg me akuzën e largimit nga vendi i aksidentit dhe shkeljet të rregullave të qarkullimit. Kjo është akuza zyrtare me vendim gjykate. kush ky tjetri? Ky tjetri. Tani, Nëse ta ka heqim. qenë apo s'ka qenë fajtor, ky italian nuk e dim. Por se çvuajnë shqiptarët në burgjet italiane apo greke, mund të jetë histori paralele me këtë italianin që vuan këtu. Pjesa tjetër, pastaj pse është në burg italiani, pse nuk hetohet në gjendje të lirë, pse lem, nuk heqim, është në heqim. Itali, kjo është një çështje që përket Por është një problem i ngritur dhe nga italianët. Këtu burg kemi për çdo gjë ne. Këtu arrestohen me 10 shqiptar, futen në burg, por çështja kanë lidhje me qarkullimin rrugor. Kështu që ne të gjithë jemi në versionin gazetet italiane, kryeministri si shkruajnë letra sepse profesori ka ngelur në burg. Ka ngelur në burg sepse kështu është legjislacioni këtu. I fusim njerëzit në burg dhe presim, pastaj do shpallen fajtor apo jo që t'i lejojmë. Duhet ndryshe legjislacioni. Por s'kan lidhje ngjarjet me njëra tjetrën. Është e vërtetë një gjë që këtu vriten njerëzit për një fjalë goje, vriten njerëzit për ne kemi një pjesë e madhe njerëzve që vriten janë për motive dobta dhe besoj që nuk e di a ka në vend tjetër në këtë nivel krimi për motive dobta. Këtu kemi të bëjmë me një kulturë që e trashëgojmë ne, këtë kulturën e të fortë, kulturën e cublëkut, kulturën e ku diun kreshnikëve, domethënë eposin modern të rrugëve, ku njerëzit do thënë e mbajnë për trimëri që Pambetje me madhe. kushta për bullallëqe dhe sigurisht edhe vriten. Qeri shumë e përpambetur dhe shumë dhe inkriminuar në një farë mënyrë. Problemi është që këtë kulturë e stimulon edhe politika, Stimulon edhe stimulon politika, edhe media, Gati e stimulon gati me një gjyrime kriminale dhe opozita politika. Shiko, më fal. Edhe qeveria. Ti ke edhe në për panele, edhe për Tani kesh edhe opozita, e ke dëgjuar ulurim aty? Por po them edhe opozita, do mos opozita. Vetëm ulurima bëjnë. edhe në për panele, ti shive gati sa sthere njerëzit për llafe goje kot, domethënë, ato është kulturë kjo që duan të bëjnë të fortin. Kultura e të fortit e Të cublok. nderuar teleshikues, tani ne u përpoqim të thoshim disa gjëra në 2 pjesët. Aruba doli një emër i vazhdimisht, siç ju thash në fillim, del një emër
emër vendi, emër njeriu, emër... Qa të themë në shkretit të një? Emër vojgullu, emër është çuditshëm dalin, mbeten këtu të ne pak ditë, diskutojnë të gjithë, flasin të gjithë, Aruba, pa ishe një vend i bukur, se e pashon kështu, që të zhytesh në ujë të kënaqesh. Ke qenë ndonjëherë? Jo. Të stoftuan? Jo, më Karaibe ka jesh kjo. Karaibe. Që do më stërën? Fantasi është plazh. Aty mos të rëmë flesin ty se ti ke para. Ishte mbi kubull. Aty mos të mblidhin ty dhe të ftuani dhe mos të mblidhin ty. Nuk e kam Karaibe. Po kur dalim ta them. Antillet. Tani, Karaibe. folëm tani. Jemi aty. Tani kur të dalim konfidencialisht, themi dhe E në bëjmë kështu, unë do të them emrat që kemi menduar ne për Ju thot dhe unë them jo, po. Të dakord. Po thosha këtë. Po publiku nuk dëgjon gjë. Publiku në këtë rast ngelet pa Po publiku ti themi që të na vini tani ku i gjetë emrat ti ton. Marri vesh një ditë, kurse këto që Tani se ja fut Pam përgjegjësi për emrat. Ban përgjegjësi o zotërit, jo vetë zonin. As gazetar italian nuk i ta. Pjesën e dytë ne folëm tani për nuk e dim se do na vonoj Erion Velia për të bërë zgjedhjet në Tiranë, po dhe në vendet tjera, në qendra të tjera. Me zotin Agron ishim, diskutuam. na dëgjuat besoj, diskutuam atë gjitha. Do diskutojmë përsëri, domethënë javën në të njëjtën dhe po dhe javën e ardhshme, por këto janë problematikat thelbësore. Faleminderit shumë të nderuar. Faleminderit që na ndoqët dhe faleminderit edhe stafit që punuan bashkë me ne, operatorët, regjia, të gjithë të cilët të ndihmuan në këtë kohë të gjatë, zgjatëm, u zgjat pak. Faleminderit, natë e mirë, shifemi të njëjtën.